Përshëndetje, sot ndodhem në kuzhinë dhe jam këtu për t'ju prezantuar me një frut egzotik. Cili është ky frut egzotik, do thoni ju? Kishit parë ndonjëherë sharqi kaq të vogël? Edhe pse në Tiranë kishte shumë, unë nuk kam bler ndonjëherë sharqi kaq të vogël dhe nuk kam bler ndonjëherë sharqi në dimër apo në pranverë, siç po e marr tani. Por i pash tek dyqani që bleva disa perime, fruta dhe gjëra të tilla dhe thash ok, po marr një. Dhe tani do ta hap edhe do ta shikojmë bashkë se si është nga brenda. Shpresoj që të jetë i mirë. Unë do ta vendos këtu tek tavolina dhe do ta pres një të prerin katrore të vogël. Në pak fjalë po e pres kështu siç i prisnim dikur shaqin. I prisnim prindërit e mi, po unë s'kam bërë ndonjë shoqi. Hera e parë, paska e shumë të mirë. Opa. Jeni zënë dhe ju me motra të vëzërit për këtë copë më kështu? Ka shumë lang, por gjithsesi, përshtypja ime për këtë është që ka shije shumë të mirë sharqiri, por ajo që nuk më pëlqen është se nuk kërcet kur e ha. Është si qullët, sikur ka ndetur shumë ditë, domethënë, edhe sikur ka filluar të qullë dhe nuk ka atë freskinë e sharqirit që ka sharqiri në verë. Kështu që nuk ja vlen shumë që ta blini. Unë personalisht nuk do ta blija prapë. Gjithsesi unë po e pres, do ta ndaj, e si duket kështu, po është shumë i qullët kur e ha. Zemra. Tani më thoni pak, juve keni provuar këto sharqinjt? Ju kanë pëlqyer? Janë ashtu siç janë sharqinjt në verë apo jo? Më lini komente, mos harroni të më bëni like dhe subscribe. Bye!